Përshëndetje miq të Radio Televizionit Korça, jemi rikthyer në emisionin Thashë Theme Sport me mua Enean dhe Petrikën. Ju përshëndesim. Përshëndetje Enea, përshëndetje edhe nga unë Petrika për të gjithë shikuesit e RTV Korça. Jemi në puntatën e dytë të këtij sezoni të ri të emisionit Thashë Theme Sport, ku do të diskutojmë një mori temash dhe informacionesh, madje edhe kryesoren që ne kemi Thashë Theme, mbi të gjitha ndodhit që ka ndodhur këtë javë, por dhe më përpara kemi disa rubrika interesante sot, qëndroni me ne. Do ta nisim me atë që të gjithë korçarëve po themi ju dhemb më tepër apo e kanë mendjen më shumë se kudo tjetër. Do ta nisim me Skënderbeun. Jemi në vendin e parë. Petrika në fund të sezonit të shkuar ishte shumë skeptik sa i përket ecuristës Skënderbeut që do të kishte në këtë sezon dhe tha që me këtë ekip nuk ka shanse të ngjitet. Megjithatë, fillimi ka treguar që Skënderbeu është një nga ekipet kryesore favorite për të ngjitur në superiore këtë sezon. Kemi fituar në Pogradec në frymën e fundit. Po. Shko, unë vërtet isha skeptik dhe unë do vazhdoj të jem skeptik deri në momentin që do më bindin plotësisht. Sepse të themi atë që është tani që fitoria në Pogradec nuk është se ishte një merite plot ose një dominimi i Skënderbeut. Skënderbeu arriti të bënte një pjesë të dytë që hyrin atë bëri Skënderbeun si të thuash për shkak të emrit, traditës, po peshës së fanellës që kemi dhe kemi arritur të shënojmë vetëm në momentet e fundit. Do me thënë qoftë se e kuptova siç duhet, ndeshjet, 4 ndeshjet e zhvilluara deri tani kemi marrë pothuar rezultate për shkak të fanellës që kemi. Jo, në këtë ndeshje Pogradeci ishte shumë ekip i përgatitur dhe një ekip që unë e shikoj në top 4. Pogradeci ka bërë një lojë fantastike në pjesën e parë dhe ka qenë ekipi Pogradecit ai që dominonte ose si të thuash jepte hudh lojës, ishin ata që luajtën më mirë. Në pjesën e dytë Skënderbeu bëri, si të thuash, Skënderbeun tregoi në pa gjithë ato statistikat e mira që kemi patur në këto 4 javë, tregojnë pak karakteristika të mira, doli ekipi në lojë, krijoi 2-3 raste, vazhdojmë të kemi atë problemin që përpara portës gabojmë shumë, 2-3 raste flagrante ishte Nasër, mos gaboj, Gjata, raste të cilat nuk duhet të falen tash, sidomos jashtë fushën. Kaluam direkt në analizë dhe nuk doja që të mbetemi te pjesa sipërfaqësore për momentin. Jemi në vendin e parë. Skënderbeu kryeson me 1 pikë larg ndjekësve të Laçit që luajmë vetëm ditën e nesërme. Ditën e nesërme luajmë me Laçin. Domethënë që shumë shpejt po themi një finale në thonjza, e cila vjen kaq shpejt dhe ndoshta do të tregoj po themi se kush nga këto dy ekipe do të jetë ai që do të udhëheqë kampionatin. Besoj do të jetë një lloj treguesi. Po patjetër ndeshja e nesërme na ve përball ndoshta kundërshtarit më të vështirë të kategorisë së parë dhe kam besim se ne do të arrijmë ta interpretojmë siç duhet dhe ne mund t'ia dalim të marrim 3 pikët. E thashë Nea, 3 pikët në stadiumin ton janë detyrim. Ne e thamë edhe pak emisionin e kaluar, ne kur ishim ekip që ishim për kategorisë parë superiore, ishim në ato Orvatit që ulun ngjitu, ne vinte vinin këtu ekipe si Partizani, Tirana që në ato kohë ishin ekipe shumë lartë dhe përsëri ne fitonin me lojtarë të cilët ishin 70% e ekipit ishte nga Korça. Kujtoj këtu Lidshi, Ballço, me radhë. Patjetër, shumë figura të njohura. Kështu që nuk është më historia ose nuk duket ekipi brenda fushës. Ne duhet të tregojmë ekip jashtë fushës. Kishte shumë tifozë që thoshin që nuk do të jetë ekipi me këtë përbërje që kanë momentalisht, nuk do të jetë ekipi pretendent. Ndryshe nga ato që folëm, nga ato që u thanë, Skënderbeu ka treguar që është pretendent në këtë. Shumë sakt, tani ta marrim me radhë. Unë këta lojtar i pash në superiore, që do me thënë, këta lojtar ishin ata që na rrëzuan nga kategoria, ishin problemet, mos i nisim nga e para, Xhunfur, me radhë, problemet që kemi patur mbrojtje mes fushë dhe sulm. Që nuk më shkonte Nasër vetë për vete dhe e kishte shoku në krah, nuk pasonte një sindrom që u trashëgua që nga Rashica me këtë që shkoi në Polonim, me Nikajn, nuk pasonin me njëri tjetrin, vazhdovin Nasër me të njëjtin histori, nuk pasonte. Pra ishin këta lojtarë që na rrëzuan. Ekipi duket kompakt në këto 4 ndeshje. Duket një ekip shumë i mirë, një ekip i organizuar, kanë ardhur disa elementë të rinj, të cilët po tregojnë kualitet dhe Skënderbeu po funksionon. Ashtu si shikoj unë, po. Ndoshta është shumë interesante tani. Këta lojtarë në superiore ishin 0. Në kategoritë parë këta lojtarë janë shumë të mirë. Pra është ulur niveli po themi dhe patjetër që këta do tregojnë. Dhe këta normalisht i kishin 2 të dhëna, tani Boshti në pavarësisht se mua s'më binte, ai Boshti për kategoritë të parë ti e the shumë mirë, e ke thënë dhe në emision që ndoshta këta lojtarë për kategoritë parë janë shumë të mirë. Unë shikoj atë që ata më japin dhe përpall ekipeve superiores, mua nuk më bindin. Tani në 4 ndeshje? Në 4 tani janë okay. Domethënë duket një
një farë stabiliteti në lojë, domethënë ekipi del ka gjetur dhe një lojtar shumë të mirë si ky Abubakar që është qendra mes fushës. Po, që po bën po them atë urën lidhse mes reparteve. Po, ai duket si një lojtar, si të thuash, nuk është për kategori të para. Ai është super lojtar. Unë kam dëshirë që të ftoj edhe teleshikuesit që po na ndjekin për të bërë pjesë e diskutimit në emisionin ton Thash e them me sport. Regjia do të na ndihmoj me numrin e telefonit i cili do të shfaqet tani në ekranin ton dhe kushdo që do të jetë pjesë e diskutimit për të folur për Skënderbeun, por edhe për temat e tjera që do të kemi në vazhdim, le të na telefonojnë, ne do ta mirëpresim. Shpresoj të kemi një telefonat, sepse unë dua dhe të njëjtit ata telefonues që na telefonon dhe na më jepnin të drejtë mua në pjesën që unë thoja pra. Edhe unë do kisha dëshirë sepse si shikojnë ata, kaq do atë ide. Besoj ke ndryshuar deri diku mendimin, sepse nuk je më që nuk ngjitet. Ngjitet patit, shiko, brenda vetes time dhe unë kisha një ndjesi që si do të shkonte puna presidenca ose trajneri të gjithë do t'i vinin kartat në lojë dhe shkonte si shkonte puna, do doja të ngjitet mirë, po duke qenë se unë jam shoku i Brendonit shkon pak më shumë atje në këto gjëra që ne nuk duken në marrëdhëniet e klubit e gjitha, dhe dilim në ca teori. Nuk i dim këto gjëra. Jo, nuk i dim dhe ato janë po telefonoj Brendonit na i shpjegoj, po që dilim në ca teori që kishim ja dy pikë pyetje sa i takonte, sepse të themi atë që është dhe punimet për stadiumin nuk kanë filluar. Për pallatin e sportit nuk kanë filluar dhe mos ndoshta do një treqe, po që ne mos shkojmë në kjo pjesë. Shiko, nuk ndikojnë këto te fusha e lojës. Jo, ke gabim sepse ndikojnë nëse pallati i sportit te Skënderbeu. Neve shkonim alludonim deri në atë pjesë sa mund të largohesh edhe presidenti, sepse kishte një aty. Jo, Petri. Pse do të largohej tani një vit para përfundimit të dënimit? Ku nuk është se kam dëgjuar ndonjëherë të thashë. Më thashë them tani do largohej taka nga Skënderbeu. Shiko, kishte një farë hezitimi, shiko, ne kemi edhe emisionit të tillë, nuk jemi të brendshëm në pjesë atyre, po që kishte edhe një farë hezitimi, domethënë një mosman, nuk e di, ishte diçka që nuk na la një shije të mirë, po nuk dua të hyj kësaj teme sepse ndoshta tani nuk është e vërtetë ajo që mendonim, dhe po që kishte një farë hezitimi dhe pjesa që s'po fillon stadiumi ka një nuk e di, ka diçka që s'shkon në klub. Shpresoj mos i të vërtet. Po, momentalisht ai pjesa, jo fusha. Mund të na zbulosh, jemi në thashë theme sport. Jo, sepse përderisa nuk, jo, mund të them çfarë të dua, po akoma nuk kam një informacion që të ketë një lloj baze, po duhet të flasim. Është hyrë në shumë hyrë në çështje politike dhe gjitha dhe më pas. Po mirë, na sqaro çfarë është duke ndodhur. Jo, ne mendonim se do të kthej presidenti Zeqo në krye të Skënderbeut, po. Dhe ka disa mosmarrëveshje midis tyre, nuk gjithsesi nuk mund të them asnjë gjë më shumë sepse nuk e di dhe unë këtë gjë. Se çfarë po luhet prapa. Unë personalisht nuk e kam dëgjuar si teori këtë rikthimin e Agim Zeqos te skuadra e Skënderbeut. Ai jeton jashtë Shqipërisë, në mos gaboj, dhe besoj se do ketë interesim të rikthehej. Shko, dhe ne logjika kjo është, tani nuk ne për një vit shkojmë aty ku kemi qenë. Edhe rikthimi i presidentit si Agim Zeqo është ai që po themi hodhi themelet e këtij Skënderbeu që shkroi historinë dhe arriti të thyente rekorde në arenën ndërkombëtare. Një rikthim i tip, pse duhet ta shikonit si një minus apo si një ngërç që skuadra do kishte? Do ishte më mirë të rikthehej sepse mund të investonte më tepër. Po, qëndron kjo që thua ti, po nuk e di, ka disa skenë, ne mendonim për disa skenarë, se tani shiko, duke qenë se jemi gjatë gjithë kohës të njohur me futboll, flas me mikun tim me Brendonin, i cili Brendoni është nga kolegët tanë, i cili drejtojmë emisionin mirë, po dhe shkonin pak më thellë, pak mbrapa kuintave, sepse Brendoni ka qejf të shkojë mbrapa kuintave dhe Brendoni bashkë me mua diskutonin për disa gjëra që akoma, domethënë, shpresoj që mos jenë të vërteta. Mendoj që duhet lëm një emision nekas sepse na doli pak jashtë kalete, por që të fokusohemi tek Skënderbeu dhe te fitoria me Pogradecin. Një fitore shumë e rëndësishme përballë një kundërshtari direkt si Pogradeci, që tashmë i hap rrugën Skënderbeut për të qenë më i qetë në ndeshjen e radhës. Luhet nesër në orën 19 dhe do të jetë, mund të bëj edhe një njoftim për fitoren nga rasti këtu, që do të jetë
live në valët e Radio Korçës transmetimi i kësaj ndeshje. Direkt nga stadiumi Skënderbeu do të transmetohet ndeshja kundër Laçit. Do të jemi në emisionin për te Irietës me Brendonin në studio dhe unë do të jem në stadium ku do të kemi do përcjellësh emocionet, po them. Çdo gjë që ndodh nga fusha, kartonat, golat, për gjithë ata që nuk kanë mundësi të jenë në shtëpi, do të kenë mundësinë të dëgjojnë të paktën komentin se çfarë është duke ndodhur në ndeshjen Skënderbeu-Laçi, e cila do luhet nesër në orën 19 në stadiumin Skënderbeu të Korçës. Nëse mund ta shikosh, kam zgjidhur një foto, domethënë si disi karakteristike si të vjetër, sepse këto dy ekipe i përkasin kategorisë superiore dhe kategoria e parë për këto dy ekipe është kështu, si të thuash, nuk është marshi këtyre ekipeve. Nuk është shtëpia e tyre. Nuk është shtëpia e tyre. Po dhe ne tifozët po e ndjejmë këtë gjë tash. Mësuam atë pjesën që ne jemi ekip superiore, ne jemi, domethënë duhet të luajmë në superiore dhe sado të bukura të jenë këto ndeshjet e kategorisë së parë, sado rivalitet të ketë midis Laçit, Pogradecit, Skënderbeut, prapë ne do donim, unë do doja shumë që të ishim pjesë e kategorisë superiore dhe këto dy ekipe janë ekipe superiore. Madje mos gaboj dhe Laçi kishte mbi 10-15 vjet që nuk kishte rënë nga kategoria. Po kishte shumë vite, kështu që besojnë dhe shpresojmë që të rikthehen ekipet e traditës, sepse futbolli shqiptar padyshim ka nevojë për ekipe të këtyre niveleve. Okej, mund të bëjmë një parashikim për ndeshjen e nesërme, Petrika, domethënë si e shikon, sa mendon se do të jetë rezultati? Mendoj se do të arrim të marrim 3 pikët. Nuk do të them rezultat sepse nëse marrim 3 pikët nuk kanë vlerë. Unë them që nuk do të bëj Laçi një surprizë nesër në Korçë. Jo, në Korçë nuk e bën. Ndoshta nëse do të luajë në stadiumin e Laçit, po mund të thoja, po këtu në Korçë, jo. Nuk ka shans. Domethënë besoj se Skënderbeu do të arrijë të imponoj lojën dhe po hymë në lojën tonë. Kemi informacione të reja si është gjendja e ekipit të Skënderbeut, çfarë po ndodh me sa mësova sot. Trajneri Gjoka ka zhvilluar një analizë me lojtarët para kësaj ndeshjeje, nuk është prononcuar për mediat në konferencën e zakonshme, ka disa radhë në fakt që nuk po prononcohet. Klubi duket që nuk e ka të organizimin e mirëfillt për të lënë një orar dhe për të njoftuar mediat mbi, sepse siç është traditë që çdo trajner ka një prononcim zyrtar për mediat një ditë para ndeshjes. Skënderbeu këtë sezon duket se e ka hequr këtë traditë, ose mund të jetë ndoshta edhe mungesë organizimi, nuk e dim. Shpresojmë që të rregullohet. Ka probleme në ekip sepse Gjoka luan pa qendërmbrojtës. Tani nuk ka një qendërmbrojtës të mirëfillt. Pas dëmtimit të Vaskës. Gjendjen e lojtarëve. Po, pas dëmtimit të Vaskës ne nuk kemi qendërmbrojtës titullar sepse Ramos ka vetëm 2 javë stërvitje, 3 javë stërvitje. Nuk e kuptova këtë Ramos mos. Të bëjmë pak thashë theme tani. Po shpresonte mund gjendë ndonjë ekip tjetër ai. Më këta brazilianë janë shumë ne avena ande nga shtëpia harojnë, bien për plazhe ande edhe nuk vinë më. Nuk ju vjen. Pastaj po të kujtohet ai në shtator, dal më të bin telefon këtyre që të më marrin apo jo. Do më marrin apo jo. Këta nuk e di unë, po është sindrom kjo. Ramos është lojtar që i duhet Skënderbeut. Për mua i duhet, nëse kap formën që do të ishte një qendër shumë e mirë për dhe një i vlefshëm, sidomos për kategorinë e parë, mendoj se sepse është lojtar agresiv. Po. Tani në mungesë të tij diskutohet për kush do të zerë vendin, sepse kush do të luajë. Kemi probleme edhe me Shaqen pas asaj goditje të mëshme. Në Pogradec, po. Unë isha atje nea dhe pash, domethënë, po ta shikoj atë lojtarin Pogradec Dan Ladi, ai ishte, si të them unë tani, sa ne të dy bashkë, të bashkuar edhe atë trup kishte ai dhe me atë goditje që mori Shaqe jam trembur faktikisht sepse mund të ishte rrezikshme. Mund të ishte shumë më rrezikshme se sa ai gjithsesi mendoj se vetëm një javë do të ketë pushim për Shaqen. Në krahun e majit do të luajë Zenullari, por është dilema tani se kush do të shoqërojë Randi Xhunfur në qendër të mbrojtjes. Kush do të jetë mendon? Po kemi ndonjë nga lojtarët e ri? Po, pse mos aktivizosh tani? Është momenti Nasto ose atë djalin tjetër me ngjyrë gift. Dhe ai është një lojtar shumë i premtues. Tani se ky është biseda tani në kategorinë të parë. Ata kanë ndeshjen e kthimit me ajo është ndeshje mbaruar. Ajo është ndeshje mbaruar, kështu që ndonjë lojtar mund ta përfshinte te ekipi i parë, sepse janë edhe në moment të mirë ata djemt e unën të mëditës dhe mund të përfitonin nga kjo, po themi nga kjo entuziazmi që kirë dhe ndoshta mund të bënin paraqitje të mirë dhe me ekipin e parë të Skënderbeut. Po ne atë bëj një pyetje. E ke parë ndonjëherë ekipin e parë të Skënderbeut duke hequr Werdi Mara, Jorgo Pullumi dhe disa të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë, domethënë që janë aktivizuar nga këta trajnerët që kemi patur ne dhe kanë bërë pjesë të ekipit të parë. Kemi parë në këto 15 vite, ne nuk kemi parë. Shiko, kemi parë, mos e diskutuam dhe
emisionin e kaluar. Po kemu pa fund, ke Zenullarin e përmend, do luajnë, është lojtar akademie. Po tani është momenti që ne jemi në kategori të parë, po kemu Kosta Evangelin e ke lojtar akademie. Po ja, okay, po vitet e fundit kanë ndodhur kjo. Po të gjithë po luajnë. Shiko, ke Çuçkën, ke Çuçka s'është akademis ton kur I thon fjalës po nesër. Po mirë, më ke lojtar të rinj, shumë lojtar të rinj, të përmenda 2, ke isha ai që hoqi vjet Pecani, tani se nuk më kujtohen. Ke shumë lojtar të rinj që janë pjesë e ekipit që kanë ardhur nga akademia dhe nuk po arrin dot që të shpalosin, po themi 100% të vlerave ndoshta që sepse mund të jenë edhe më të mirë se sa po paraqiten dhe nuk po arrin dot të tregojnë veten e tyre, këtu po them. Tani është momenti, pse këta në rregull këta I kemi parë. Zenullari, Evangeli janë lojtar, tani të themi atë që është, janë lojtar për kategori të parë. Okej, këta mundet të adoptojnë. Po për superiore nuk I ke. Sepse në superiore udhëzuam nga kategoria. Është momenti se ti thua se u ka dhënë shansin, ne u ka dhënë më ja ku I ke. I pam këta tani këta në të tjerë. Ure flas për këta 19 vjeçar që janë kampion, vajtën luajtën ande. Po pse I pa duruar? Do t'ju jepet shanse, është sigurt. Shiko, ti ke Sulmus, ke Tajo, ke Gjatën dhe tani pse nuk të bindin. Ta se tregove në ndeshjen Pogradecin që këta nuk të bindin. Tani pse nuk ja jep mundsinë vetë djalit që ka shënuar gola Fidel Korçari? Jepja mundsinë vetë. Do t'ja jap. Ti je I bindur që do t'ja jap. Po më do t'ja jap. Po do t'ja jap, kampionati është shumë I gjatë, mo Petrika. Do t'ja jap. Okej, ne do t'jemi me thashë them me sport, puntat pas puntate dhe patjetër që do ta shohim dhe atë djalosh, por edhe të tjerët në fushën e lojës. Shpresoj që nesër me Laçin do marrim 3 pikët e nea, do të jetë shumë plus I madh, do të jetë shumë plus I madh për ekipin ton, sepse arrim shkëputemi dhe krijojmë një farë sigurie, pastaj në transfertat e radhës do të jemi më të qetë. Patjetër që do na ndihmoj sepse krijon nga ta artistë. Unë kam shumë besim se nesër marrim 3 pikë. Do të ketë besoj edhe tifoz në stadium, koha më duket se është me shi. Jo, është me shi, po prap do të ketë tifoz dhe ne kemi më shumë tifoz se sa në superiore dhe unë gjej mundësinë tani për të kaluar pak edhe te kategoria superiore sepse ne vërtet kemi rënë në kategori të parë, po nuk flasim më tani. Po futboll ka luhet edhe në superiore, si është gjendja? Është futboll elitar, kampionati superiore. Shumë më ndryshe se sa në kategori superiore unë nuk po shikoj dot një ekip favorit. Çfarë po ndodh me Dinamon? Gjithë e prisnin Dinamon. Dinamo ka ekipin më të mirë. Mund të them ekipin më të mirë, trajnerin më të mirë. Po nuk po fiton. Nuk po fiton sepse ka vështirësi për të fituar në superiore. Nuk fiton dot përballë Elbasanit, nuk fiton dot përballë Durrësit. Shënon I pari, pëson gol. Pra, janë ekipe Teuta është ekip që nuk të le të fitosh. Për mua, unë do thash edhe javën e kaluar, për mua unë shikoj Elbasanin si Elbasani ka nisur shumë mirë. Elbasanin unë e shikoj si vetëm ekip Korçar, po themi në thonjza, një ikonë e Skënderbeut, një lojtar që I ka dhënë shumë edhe si trajner edhe si futbollist, Ivan Gvozdenovic po udhëheq. Ku doli Gvozdenovic tash po thoja mos kishte ndruar trajneri Elbasani, ka marrë ndonjë Korçar. Po Korçar është. Shiko, edhe nga mënyra si flet, ai ka shumë miq në Korçë, ne kemi mik. Ivani është I lidhur me Korçën. Zotni burr. Dhe po udhëheq Elbasanin drejt titullit të sezonit. Mendoj se do të shkoj drejt titullit sepse shikoj të thash ekipin disiplinuar, ekipi disiplinuar. Dinamo ju si favorite, ka ekip të mirë, po has vështirësi. Ndërsa këta kanë ardhur në kështu paj të padukshëm. Kam me që jemi në thashë them sport, kam dëgjuar një thashë them, në fakt thashë them, po I dëgjuar nga njerëz shumë pranë Ivanit apo mund ta ketë pohuar, po them dhe Ivani vet me gojën e tij. Po iki nga Skënderbeu, kur në momentin që u largua dhe erdhi trajneri Gjoka, që dha dorëheqjen për shkak të rezultateve të dobta vitin e kaluar. Do bëj një xhiro në Shqipëri. E do vi prap. Në momentin që Skënderbeu do rikthehet në Kupat e Evropës, Ivani do të rikthehet përsëri në Korçë. Është tash e them, nuk është. Po kështu folur. Po ne këtu trajnerët në Shqipëri xhirojnë ekipet. Kemi parë shumë shpëtim Duro me radhë gjithë ta. Po janë, domethënë Josa e kus ka shkuar, domethënë apo. Kështu ka shkuar kjo e kategorisë së parë. Të gjithë bëjnë një xhiro edhe kthehen. Kush do jetë ekipi surprizë me që jemi te kategoria superiore? Elbasani, e tham, ekipi surprizë. Jo, okay, Elbasani duket I destinuar për një ekip që po themi do t'ju hap punë ekipeve të tjera. Unë shikoj Bylisin? Jo. Shiko, unë do ta nis nga lart. Unë mendoj që Elbasani do të shkojë të thash deri në fund. Do të ndiqet nga Vllaznia, e shikoj shumë të fokusuar trajneri Martini dhe madje Vllaznia mund të jetë pretendenti kryesor, pavarësisht se unë shikoj shumë Elbasanin. Kështu e shikoj unë Elbasanin, po. Mendim personal, po, mendimi personal. Vllaznia është ekip, më thënë Edi Martini ka bërë një punë të shkëlqyer, më po thuaj se është I vetmi ekip me më shumë lojtar shqiptar brenda në kontingjent, sepse shumica e ekipeve tani janë drejtuar tregu tuaj për shkak se
nuk kam domethënë nuk kam kufizime për këta lojtarë. Elvisi nga regjia më thotë që ekip surprizë do të jetë Vora. Jo, të drejtë, shiko. Jo, nuk besoj. Është një ekip që ka investuar shumë dhe një ekip që sa vjen dhe bëhet më fort. Ka të drejtë Elvisi. Nuk besoj se e haruan për një moment. Nëse tani se këtu në kategorinë superiore secili ekip mund të secili ekip. Kështu ka shkuar puna. Okej, po është një ekip kompakt Vora. Është një ekip shumë i mirë që ka investuar. Si ka emrin ai sulmuesi gjithmonë e harroj aty letonezit, është super lojtar ai. Nuk kujtohet këtë, është një lojtar shumë i mirë, ai është edhe ka marrë dhe kombëtarja atë. Vora ka shumë lojtar cilësor. Ruzgis. Vora ka shumë lojtar të talentuar. Nuk të pëlqen, nuk të bin. Jo, Vorën e shikoj në Vorën e shikoj nuk ta pranon Petrika. Të 7, të 8, të 9. Nuk më presi ngritje të Flamurtari sepse ka hedhur shumë gjitha ekipet buxhet kanë investuar. Jo, me Flamurtari ka egzageruar pak, po Flamurtari ngelet Flamurtari sa të ketë atë president. Unë po flisja për një ekip që do t'ju hap punë skuadrave favorite, po themi, dhe mendoj që jam me Elvisin, mendoj që Vora mund ta ketë. Shko mund t'ju hap punë. Po këtë po them. Një macë zezë për ekipet e superiore. Prap nuk të shmang kjo rënje nga kategoria, se në fundit. Nuk e di, Tirana është në gjendje skandaloze, duket sikur Tirana do vi këtej nga ne. Shohim. Kështu po duket krizë totale. Krizë totale, krizë presidenciale, krizi në udhëheqje, pra është të flasim pak për këtë rubrikën nostalgji që unë e kam shumë të preferuar dhe më pëlqen të risjellim figura të shquara të sportit. Mua nuk më pëlqen shumë se kjo më bën nostalgjike, më kthejnë në ca kujtime që mezi pres të vinë të reja tash, se ikën ato të viteve. Po mirë, le ti kujtoj, mirë se edhe ndoshta këtu do të kemi edhe ndonjë telefonues që do të intrigohet, do të bëhet kureshtar dhe do të bashkohet me ne në diskutim. Ku është sot Hamdi Sali, nga sulmuesit më të mirë të kohës të artës Skënderbeut? Shko, Hamdi Sali vërtet ka qenë një nga lojtarët më të mirë për Skënderbeun në ato vite, mund të themi që Hamdi mund të kishte zgjedhur një foto me fanellën e Skënderbeut, do ishte akoma më mirë se ka bërë një gol ky Sali që thua ti, që nuk ka korçar, që nuk e mban mend. Mund na telefonojnë dhe na kujtojnë golin më të bukur. Ti po thua golin me afishatë. Mos e përmend, po le ta. Jo, po nuk është ai i bukur i bre. Nuk është më i bukur ai. Goli që ka bërë në ndeshjen e parë me Mlada Boleslav, ajo me Milsami më fal. Me Milsami në Moldavi, ai është goli që më mëndën. Që Latif pason me ai direkt. Atë më mëntun. Jo, ai ka shumë gabim. Me Partizanin le të bëj 15 herë me afishat, sa është vlen ai gol që ka bërë atje. Po atje fituam 2-0 ne. Po shumë mirë bre. Aty në Europa League ne. Po çfarë si ka, ore, aty u nda historia ene, aty është ndar historia. Mirë, si gol me pesh po thua ti. Unë po them gol të bukur. Unë mbaj mend. Po ime do doja ta kishim. Okej, atë me rafishat e mbaj mend, diskutohet. Sa është ka vlera ai, sepse i shikoj shpesh herë këto ndeshjet e Skënderbeut në ato vite dhe sa është ka vlera ai gol dhe sa më ka shijuar ai gol, nuk më ka shijuar goli kundër Partizanit tani që e mundim në atë kohë e mundim sa herë të luajmë. Pavarësisht se ndeshja na ka mundur. Dyme jam. Është rezultati, po. Okej, Peter Olainka. Çfarë të kujton? Tani çfarë do thuash? Shiko, me një mikun tim gjithmonë diskutoja për Peter Olaingën kur ishte në kohën e tij të artë. Pse si ke zgjedhur me fanellën e Skënderbeut më burrë? Ti kishim nostalgjinë tamam. Jo, prit. Ku është ky? Ku është me Cervena Zvezdën? Me Cervena Zvezdën. Prit një sekondë tash. Di pse nuk e kam zgjedhur sepse po themi klubin ku është tani. Po. Okej, shko tani. Mund të kishte futur. Peter Olainka unë kur e shikoja të luante me Skënderbeun, i tha gjithmonë shoku tim që ky do arrijë nivelet e lozëve me kundër Barcelonës tash. Dhe Peter Olainka kur e shikoje në Korçë. Kur e shikoja në Korçë, Peter Olainka arriti me Slavian e Pragës. Ka bërë gol Interit më duket apo ja? Edhe Barcelonës më duket, nuk jam i sigurt. Barcelonës jo, gol Interit. Interit, po, Interit. Pra, dhe Olainka i ka bërë një super lojë Gerard Piqué tash, një nga mbrojtësit më të mirë. Ka qenë ky ndoshta sulmuesi më i mirë që mund të aktivizuar. Arriti deri në atë pikë sa unë e shikoja si lojtar dhe për Bernard Berishën kështu thoja, domethënë. Dhe ky, domethënë ishin dy lojtarë këta që binin në sy nga i mahnitur domethënë. Mahnitur. Dhe Olainka ka arritur atë nivel që unë thash, ky do të shkojë, do të luajë kundër ekipeve më të mëdha në Europë. Pavarësisht se luajti me një ekip si Slavia, nuk është se ka lojë dhe do një grup do një gjë, por ka bërë një ndeshje fantastike përballë Barcelonës dhe ka arritur që ta vënë në vështirësi një klub me Messi, Suarez në formacion. Kjo është ideja.
sot në Serbi. Sot luan në Serbi, aktivizohet, po ka dhe vështirësi donjëherë sepse ka marrë një sulmues të ri Slavia. Nuk kjo më fal Cervena dhe nuk po më kujtohet emri dhe tani Olainka është në ballotazh gjithmonë me atë. Nuk e ka vendin e sigurt. Ka ndeshje që luan Olainka një ndeshje. E pret dhe Stoli domethënë. Po e pret edhe Stolit. Mirë se edhe mosha kalon, duhet të jetë në 31-32 vjet. Fillon bie edhe forma e. Do të kujtoj një tjetër emër shumë të madh, një kapiten, një lider në fushën e lojës kur mbante veshur fanellën Skënderbeut, një lojtar besnik, një mik të gjithë korçarëve, sepse i tillë ishte edhe në rrugët e qytetit, e përshëndesin dhe ishte mik me të gjithë. Marko Radas. Thash se do më thonë për Orelesin. Po e kemi dhe Orelesin. Edhe Orelesi ka qenë shumë njeri edukuar. Po, ndryshe nga të gjithë këto Jo, e kemi dhe Orelesin, po ishte te Radas mirë fillimisht. Marko Radas për mua nuk ka qenë nuk më ka pëlqyer si futbollist. Ka qenë dakord. Si ka mundësi që si keca preferenca shumë të çuditshme. Radas kur fillovi Skënderbeu që po shfaqte atë rënien, po vini këto thashë themet që dolën të vërteta pastaj. Po çfarë kur shfaqi rënien Radas? Kur Radas e kishte po vinte rënia Skënderbeu, e kupton? Dhe Radas ishte ndonjë kapiten atë vit që ne ishim të dënuar, luajti aty. Ishte lojtari më i dobët i Skënderbeut. Atë vit Radas që mbaroi si futbollist, e kupton? Mua nuk më ka pëlqyer ne. Ishte një lojtar që tregonte siguri, mbulonte edhe dy role në qendër, kur luante në kraj ishte mirë. Pastaj në qendër më jep linte shumë për të dëshiruar. Gjithsesi mbetet një figurë e respektuar për gjithë opinionin koçar. Për këtë jemi. Unë do kisha këto mendimet se ndonjëherë kur them vore vetëm unë e kundërshtoj me mendime Petrikën apo edhe mirë ishte na bashkoheshim. Po. Jo, ka shumë që më kundërshtojnë mua. Sa të duash. Mirë se je pak po themi çuditshëm në mënyrën se si mendon. Unë këtë kam që unë domethënë një argumentoj, qëndroj aty ishte qëndroj. Marko Radas është një lojtar që ka qenë titullar për vite me radhë. Është interesante se nesër pas do na thonë për Rendis Zhumfur, një nga mbrojtësit më të mirë të Skënderbeut, e kupton? Dhe Radas më të mirë. Jo, nuk është në nivelin e Radasit. Shiko, do të bëj një krahasim. Po mirë, kush ka qenë nga mbrojtësit më të mirë të Skënderbeut në vitet e ardhme? Tash i lere. Do ta them, po pritet të bëj një paralelizëm. Se do ta lis me ekipin e Barcelonës se ti e di që aty më shkon mua. Tani kemi Puyol dhe Piqué. Sa ishte Puyoli, Piqué ishte nga mbrojtësit më të mirë të Champions League, në La Liga. Sa largohet Puyol, Piqué ishte 0-0-0-0. Unë kisha statusën në Facebook që në 2013 që kontestoja paraqitjen e Piqués dhe ishte një nga mbrojtësit skandaloz. Nuk e di se si shkoi, domethënë se si shkoi Barcelona e mbajti gjatë vitit. Ka lojtar që duan një partner të mirë në fushën e lojës që të shkëlqejnë. Kjo është duan një trajner të mirë t'i vendosë në rolin e tyre. Kjo është, po them si futbollist. Radas me Gozdenovicin ishte shumë të mirë. Pas largimit të Gozdenovicit kur rapesha në Radasi, filluan gabimet një. Kush ka qenë një nga mbrojtësit që ti e ke pasur? Gozdenovic ka qenë një, tjetër kë mund të themi, po dhe Ditmar Bicaj arriti një pjekuri shumë të madhe këtu tek ne, madje më pas u largua edhe për në Iran, po prap nuk mund të them tjetër, përveç Gozdenovicit nuk ka tjetër, domethënë. Për mua ka qenë mbrojtësi më i mirë sepse po them Gozdenovic, po. Dhe Jashanica shumë lojtar i mirë ishte, që ke pasur shumë, për lej se mos ti shiko. Nureddin Orelesi. Tani këtu besoj se me golin që mbajmë të dy të njëjtin mend gol. Neftçi Baku. Po, Neftçi Baku në Korçë. Ai ishte goli më i bukur. Nga një thyrje tabuje, po themi, një gol që ne nuk e prisnim, për hir të së vërtetës. Ne po shkojmë prisnim te penaltit. Plus që nuk e prisnim atë lojë aq të mirë të Skënderbeut përballë një kundërshtari, se kishte në përbërje lojtar nga 1 milion, 2 milion euro, Neftçia nëse të kujtohet. Skënderbeu e mbyti në raste të shtesë me raste. Ne dhe ande kur shkuam 0-0 dhe ande kemi bërë ndeshje. Dhe pastaj vjen ai goli Orelesit me pak devijim që na kualifikoi. Minutën e 117. Rreth 3-5 minuta nga fund 3 minuta. Ndeshje shumë të bukur ato. Po të parushme. Prandaj po të them, më shumë ato ndeshje kanë peshë se sa një gol
ose një fitore kundër Partizanit. Nuk kam për ne arriti një moment që nuk e di, arriti ajo pika për ty që ne për këto ndeshjet e kampionatit sërse kishim shumë interes, mezi prisnim të vinte vera dhe të shikonim Skënderbeun Europian. Aty plotësoheshim, pavarësisht se shkonim në stadium, se ne kemi shkuar e do shkojmë. Tani na është rikthyer prap kjo, se s'vem dot atje. E kupton? Njeriu, ore si ta mësosh është njeriu, si të vi. Nuk diskutohet. Dhe ta mbyllim me një krahasim. Kisha dëshirë ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit me një krahasim. Un kam qejf të ngacmoj se ti ke përgjigje shumë të çiltra dhe të drejtë për drejta. Pero Page apo Amdi Sali? Kush ka dhënë më shumë për Skënderbeun? Kush ka dhënë më shumë për Skënderbeun? Kaq këtu mos u shiko karrierën se tani. Po të shikosh karrierën, Sali është patjetër lojtar më i madh se Page. Ka bër emër në shumë kampionate të njohura europiane. Nuk mund ta krahasosh. Te Skënderbeu kush ka dhënë më shumë? Vetë Skënderbeu të thash, për mua kanë shumë vlerë ndeshjet europiane. Domethënë nëse 1-10 kundër Partizanit, Besës, Luftëtarit, Flamurtarit, një 90, në krahasim me një 90 përballë në Milsamit apo ekipeve që luajtëm atje, ka diferencë të madhe dhe për mua pavarësisht se Pero na ndihmoi të merrim 2 ose më shumë kampionate, Sali sepse i dha Skënderbeut një stof tjetër në arenën ndërkombëtare. U bëm ekip aty. Ja. Futeshin në fushën e lojës pa. Kishte një stik goli brasta. Mendimet janë personale, patjetër që për Salin. Po hajt. Mirë, Pero ishte lojtar kampionati, lojtar goli. Edhe po Sali kishte pastaj tjetër padyshim. Okej, jemi në fund të kësaj pjese të parë të emisionit Tash e them me sport. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak çaste sepse tani kemi publicitet dhe do të flasim për tema të tjera. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Tash e them me sport, si gjithmonë me mua Enean dhe Petrikën. Tani do ta zhvendosim vëmendjen nga futbolli korçar. Ishim duke folur për Skënderbeun, për ndeshjen me Laçin që do të luhet nesër. Ishim duke folur në fakt për ish lojtar të Skënderbeut, një rubrikë nostalgji, të cilën ne risjellim në çdo puntatë të emisionit. Është një rubrikë e veçantë që na sjell emra të njohur që kanë dhënë kontribut të çmuar ndër vite për ekipin e qytetit ton. Tani do të flasim për volejbollin. Një tjetër ekip që Skënderbeu në vitet e fundit e ka pasur një nga armët më të forta dhe ka nderuar qytetin në arenën kombëtare. Tani, këtë vit ka ndryshuar gjërat. Janë larguar shumë prej vajzave që na kanë shpallur kampion në 2-3 sezonet e fundit, është larguar trajneri Koja dhe është Olsia Xhillari trajner, një djalë i ri, pasionat, shumë i përkushtuar, me disa vajza të talentuara, të reja, por dhe një ndërthurje po themi me disa vajza të huaja që kanë eksperiencë, pra një ekip i ribert totalisht. Që për fat keq ka humbur 2-3 përballë Pogradecit në kampionat. Pogradeci gjithashtu një skuadër pretendente këtë sezon, e investuar, me lojtare dhe i ka marrë Skënderbeu ndoshta lojtaren më të mirë, Angela Mehmetin, një libero që është ndoshta më e mira në Shqipëri. Kështu që çfarë do ndodh me Skënderbeun, çfarë shikon në të ardhmen, çfarë shikon në horizont Petrika? Një mik më ka thënë këtë Enea që ta mbaroj pyetjen dhe çfarë dhe ku mendon se do të jetë në fund të sezonit ky ekip? Okej. Një mik më ka thënë këtë sepse unë me thënë të drejtën nuk kam qenë një fan si madh i volejbollit ndryshe nga e thua volejboll. Volejboll. E më mirë ta them shqip po burisë, volejboll. Kështu si themi shqip. Ne kemi bërë volejboll. Unë do të ngacmoj se më qeshet e thua shumë bukur. Unë prandaj po them që nuk është se volejbolli. Kam qenë po, vitet e fundit kam shkuar në Pallatin e Sportit, mbase të gjithë kemi shkuar vitet e fundit sepse nuk kishim një nivel kategori të parë ku luanin. Këto vitet e fundit na i zgjuan interes. Na zgjuan interesin dhe tani që tani dhe mua më treq si sport. Dhe një mik më ka thënë këtë, që kampionatin shqiptar në volejboll e fiton ekipi që ka lojtarët shqiptare më të mira. Sepse ti mund të marrësh 3 tuaja, po s'pate 2 bazat ose 3 bazat e shqiptare ti kesh të mira, se deri në 3 është numri i tuajave. 2 do lozin, 1 do lozë. Kush i ka këto më të mirat e Shqipërisë për momentin sot? Mund të themi që mund të ndahet midis Tiranës, Dinamos dhe Pogradecit. Këto 3 ekipe që kanë mbledhur kanë mbledhur ato 9-10 sa janë ato gjithsej, më të mirat e Shqipërisë. E janë ndarë 3 këtu 3 atje. Dhe këtë më ka thënë një mik që e ndjek gjithmonë volejbollin dhe thotë që nëse ke lojtarët shqiptare i ke të mira, atëre e kompleton grupin me tuaja. Po nëse nuk ke shqiptarët e mira, atëre ke të tuaja sa të duash, nuk të bllokohet ekipi se s'lidhet dot. Po vuajnë për pasuse, për çfarë janë pozicionet. Tani
Skënderbeu, jo se nuk I ka lojtarët shqiptar, Skënderbeu ka elementet e rinj, se ashtu siç dolën edhe pa kjo vajza që luan po Gradecin, vajza që luan po Gradecin, që ishte me Angela. Dhe Angela në moshë 21-22 vjeç ka dalë, domethënë edhe ka qenë ajo e vogël. Është më vogël akoma. Po pra, atëre 20 është Angela. Shumë në rregull, ka qenë 18 vjet. U poq, shkoi 20, shkoi me Bogradeci. Dhe tani në ekipin e Olsit ka lojtare të cilat kanë perspektivë shumë të lartë për të ardhmen. Mbase jo që në vitin e parë, po nesër pas nesër. Po, nesër pas 2 sezonash. Ne do flasim se ne kemi ne pastaj 2 ekipe, 2 lojtarë ose 3 lojtarë më të mira të Shqipërisë. Mendon që kanë atë perspektivë? Po, me sa kanë folur me Olsin dhe me sa kanë treguar në këto 2 ndeshje, sepse kanë treguar grinte. Domethënë pavarësisht se Pogradeci ka një ekip momentalisht, mund të themi që e ka më të mirë sepse na ka mundur 2 herë. Na ka mundur 2 herë me set fundit. Ky jo më fal, se ndeshja pas 5-0-3. Kjo ndeshje e dytë unë kisha shumë besim se në stadiumin tonë mund t'ia dilnin të merrnin fitore, por gjithsesi shkoi 2-2, shkoi edhe seti i tretë dhe seti i tretë shumë I luftuar. Pra këto vajza dhe pse në moshë të vogël dhe pse me diferencë nga lojtarët e Pogradecit. Kjo të bën të besosh. Që këtë vit Po, që këtë vit besoj tek ekipi Skënderbeu sepse po vazhduan të luajnë me këtë ritëm, me këtë dëshirë dhe me 2 elemente të sakta të huaja që mund të vinë në janar se mbase këto që kanë ardhur nuk janë shumë të sakta. Ne vëmë përsëri shkojmë përsëri për kampion, sepse te Tirana vjet, Partizani par vjet. Deri në janar kanë qenë aty nuk kishin ndonjë diferencë, ne ishim shumë lart. 2-3 ndërhyrje në merkato në janar. 2-3 ndërhyrje bëri dhe Tirana dhe vjet dhe Partizani. Nuk e kuptova këtë pjesën. Ne kishim një ekip shumë të mirë vitin e kaluar, para 2 vitesh, 3 vitesh, një ekip pretendent që nuk diskutonin pothuajse asnjë kundërshtari, mundtim shumë me lehtësi këtu në Pallat të Sportit. Edhe jashtë madje. Pse e shpërben më? Pse I lan të largoheshin? Një sekond. Lan trajnerin të largohesh, pse? Po patjetër, tani ti sa lek më ofron mua? Për një shumë lekësh, tani nëse më ofron 2 fishin, jetesë në kryeqytet, shtëpi të siguruar nga ata, është rritje në karrierë të lozësh me të luan në qytet, paguash më shumë, është çështje pagesash. Pagesë dhe jetese. Po pse e lëshuan pra këtë po them? Pse e lëshuan? Këtë se gjendot ne. Nuk e di. Se gjendot ne. Okej. Nuk na takon ne kjo. Ore, po do ta gjejun, po s'dua të hyn. Po gjejun, un kam qejf kur I di gjërat, un kam qejf kur ja të themi gjë fare. Ja mirë të themi gjë fare të vogël. Tani, kur Skënderbeu fitonte vajta për të parë atë vitin e parë që Skënderbeu ishte për të kampion në play-off. Ku? Në Pallat të Sportit. Jo për të parë në Pallat të Sportit, po për të parë që kanë ndeshje voleybolli. Para 3 vitesh. 3-4 vitesh. 3-4 vitesh. Luante Skënderbeu për kampion. Arriti në stadiumi Pallat të Sportit plot, Skënderbeu fitoi. Entuziazëm I jashtëzakonshëm. Dhe pyes një shok, ore si funksionon vetë ky Skënderbeu të luajë? Ti gjithmonë ke nga një shok që I di të tërë. Jo, një shoku tim, shko, kam një shok për voleyboll, kam një shok për futboll, kam një shok për basketboll. Edhe ata të tregojnë ty. Unë kam baza të tëra pastaj. Po, që të tregojnë të gjithë. Tani jam po të pyes, ai shoku tim është në Francë momentalisht, ka dhe dëshirë që të kontaktoj një ditë me ne, mirë po nuk e di do ta bëjmë të mundur javës tjetër me kësmet, sepse është shumë I mirë për këto sportet me dorë. Është basketboll, volejboll është fantastik në njohuri që ka. Është I mirë nga njohuritë, jo se luan. Dhe ka luajtur basketboll. Gjej rastin ta përshëndes Klevis Qeleshin. Dhe e pyes këtë mikun, edhe I thash, ore, luan Skënderbeu, I thash në ndeshje për Europë me këtë ekip kështu tani thashun. Se doli kampion. Nuk ka shanse tha. Pse I thash s'ka shanse? Se nuk paguajnë tha. Që të vend të luajnë aty duhet të paguajnë një shumë të madhe lekësh, që të bësh regjistrimin për të futur, për të plotësuar kushtet e dhura për të luajtur se duhet të jep një pagesën, duhet të rinovojnë edhe pallatin e sportit që mos të plotësonte kushtet. Të plotësonte kushtet pallati i sportit. Pse të vinë ta luajnë ndeshjen në Tiranë? Ç'kuptim ka? Dhe bënin një llogari ata. Ndeshja në Tiranë do të vinë 20 veta. Kjo kështu, kjo lekët do ikin në transfert, do paguajmë edhe këtë. Sa vlen fare edhe kështu. Volejbolli ngelet aty ku ka qenë prapë, pse po mos pati emocion. Po pati emocion europian janë kod bre. Është çdo gjë kod. Po pati. Si Skënderbeu këto vitet e fundit. Ne tash po ne po shkojmë ndeshje kategori të parë. Po shikoj gëzoju kategorisë së parë. Arabit e Gorelit. Bravo. Ne nuk ka po zvati ekipit të luaj edhe atë vit që fituam, edhe një vit më vonë kështu. Pra Skënderbeu nuk shkonte
Nuk kam informacion, nuk. Kështu që mos u çudit ti që kanë lënë të ikin atë filanin dhe filanin që kanë shkuar në ekipet e tjera. Okej, e Prit se kuptova. mos ikin ndonjë nga këto që kanë tani, të ngelesh E fare me. kuptova. Shpresojmë në një sezon befasues, në një sezon pozitiv dhe sa më shumë talente të reja, sepse padyshim ne kënaqemi si Korçar që jemi, na vjen mirë kur sportistët korçare shkëlqejnë dhe tregojnë veten e tyre. Okej, e lëm dhe volebollin dhe tani kalojmë atje ku ti ke më shumë dëshirë të diskutosh te lojtarët e kombëtares shqiptare, tek legionarët. Po. Se sidomos kur i merr 1-1, ti fillon i bën ju bie. Po jo, më u them atë që është. Kush është njeri që të fle mendja, mos e broja kemi 3 vjet në broja, iku dhe broja. Nuk kam. Tani kush është sot shumë e vështirë ylli kombëtares shqiptare? Nuk e ylli, për të thënë ylli. Po më mirë, lojtari që ti mburesh. Unë mendoj që sot ne lojtarin më të mirë kemi Julian Sheu. Lojtari më i miri kombëtares shqiptare. Po, momentalisht. Luan Poloni, Po. Këta të sulmit nuk më mbushin mendjen. Broja, Hoxha, ky shokutant Uzuni. Po nuk probleme me trajneri, nuk ngëron fare kombëtare. Arriti një moment që s'kemi çfarë të themi më, apo Yasir Hasani tani që shënon gola në Iran edhe. Po, i kemi. Në fakt nuk kam qejf kur i marri me. Merri me radhë unë. Broja titullar në ndeshjen me Cardiffin, unë si fan si ti. 70 ca minuta loj. 0 Njëre mori topin, bëri një lëvizje nga këto shpërthime që ka, e pash ndeshjen. E pash pak me vështirësi faktikisht sepse ishte shumë e vështirë ta gjeje, ishte ndeshje, domethënë një ekip kundër kategorisë të ligë ishte, mendoj se ishte League 1. Jo, më fal, mendoj se ishte Championship Cardiffi, ai ishte League 1, pra është në kategorinë me Ersekën sot ose jo me Devollin ose me Maliqin ose Zenga. Treti bie për nga niveli. Tani edhe me atë ekip broja mos League 1 Broja mori një 2 herë topin atë nga krau i djathtë, bëri një 2 veprime nga ato. 15 minuta të lojë dhe pastaj nuk e pashëm. Shumë për të ardhur keq sepse un jam të thash që un e kam simpati për sa vjen edhe nuk po më ngrom. Po të zbehet entuziazmi edhe me të drejtë sepse un ai nat vazhdoj ai nat do bëhet 25 vjeç tani nuk do presim të rjetën. Do presim jo. Le të shpërthej, mirë do bëj të shpërthej se edhe ne qef kemi, gëzohemi. Arbër Hoxha. Ky është zbulimi tim pastaj. Po, ti ke pasur fiksim me këtë. Arbër Hoxha mbajni mend, më thoshe mua po të kam dhënë emision kur e bëj me Evën, po. Arbër Hoxha mbajni mend të emër, edhe ky jo mirë, kish bërndeshje shumë ka këto ndeshjet e fundit i kishte bërë shumë të mira. Hoxha arriti të kishte shënuar edhe gol. Ky mundet të vazhdoj të jetë pjesë e kombëtares. Mos luaj Bajrami në disa statistika që nuk e do Bajrami. Në një faqe sportive që lexova sot ishte Bajrami -0. Aq dobët. Bajrami dhe Hasani. Si këta lojtarët e kombëtares shqiptare, edhe mund famës nuk patëm një telefonues sot për fat keq. Ore, se vetëm mua më duket kështu apo edhe ti kështu mendon 100%. Po këta kanë një kështu, në fillim Nedim Bajrami, Sassuolo, Empoli në fillim, në shkëlqim në Serie A, ca gola të bukur nga distanca, vjen në kombëtare, gol në Çekia, ku bëri një shumë i mirë, më lojtar Alamet lojtari. Tash nuk duken gjikundi. Njësoj me Aslanin, edhe ky Hasani. Shko Aslani mund ta marr vetën te Torino. Ka luajtur mirë Aslani, gjendeshet e parë. Madje luan titullar, shkoi ndeshja 0-3. Po mbeti në stol dhe aty pastaj ik pastaj. Unë luaj një lojë me shokët tim, luaj një lojë fantacalcio dhe kam marr Aslanin e kam në ekipin tim. Dhe tash luante këtë javë të luaj Torino Atalanta dhe Aslani e kisha në ekipun. Prisnja, e di çfarë prisnja? Që Aslani të gjuante penaltin. Vete dhe e merr Duvan Zapata penaltin që kishte një vit pa luajtur, vete e merr Duvan Zapata e gjuan e humbet. Po lere Aslani do kishim marrë ca pikë. Edhe në lojë duhet ta gjuajë Aslani. Po pra, Aslani mund ta marr veten shumit e Torino. Te Inter nuk kam shumë besim te Aslani. Është të luaj titular, sepse ai është një lojtar me kualitet dhe mund ta tregojë veten e tij, patjetër. Por që po mbeti në stol Petrika ishi vjen dhe Aslani. Pastaj se po luajte te Torino ku do luash? Jo, te Torino do luaj. Po këtë po them. Torino do luaj sepse është të marrëveshja me Interin që do duhet të luaj. Okej. Myrto Uzuni, ky shoku tim ka bërë gol në Amerikë në minutën e 96. Ky s'ma ka mbushur mendjen asnjëherë. Kur luante në La Liga, po ikën kështu këta, po ikën shiko. Shojnë ja, unë diku ta hiq vin. Unë vin ta hiq. Kur ikën kur kalon ose oqeanin këtej, ose ikën këtej po kalove linjën e mesme, zbash. Okej.
atëherë e ke vinë ne, kështu që mos flasim për këta. Okej. Asani që është në Iran, që bëri super gol. Po e kemi dhe Asani, ka bërë gol spektakolar me të marrë. Lere çfarë ka bërë ai, kanë lënë të juaj edhe normalisht po e le të juajnë do ta hapin gol. Okej. Po të los me mua, jo me trajnerë që bëjnë video analizë, çfarë janë këto, që domethënë kë ka lojtari më të rrezikshëm këta, si do ta bllokojmë kështu. Bllokoj e vini 2. Le të los me mua, unë aty do t'i ri, po më bëre gol ti, se di çfarë. Se vetëm atë gjë mund të bëj, bez bën dot gjë tjetër. Po, e drejtë. Kështu që mos e lërë të juaj me të pra, marrë. mos diskutojmë për lojtarë që kanë ikur për Teo Çani. Po, shiko, këta që përmendëm tregojnë një formë sportive, kupton, janë lojtarë të kyçë në kombëtare shqiptare, të gjithë luajnë, ne do jemi vetëm gati një muaj para ndeshjes, më pak se një muaj. Do vëmë aty në Serbi, se si do vë ai. Domethënë, kësi kemi, po vjen ndeshja me Serbinë. Nuk e di se ja erdhi tetori, erdhi ndeshja, nuk e di se si do të dalim. Po, do shpallet lista së shpejti. Është keq edhe Serbia edhe ka. Po sot qarkullonte një lajm që në do të shkarkoni trajneri. Jo, trajneri po ka ato problemet e tij, po 3 futbollistë titullar nuk do jenë në përballjen me Shqipërinë. Nuk i lexova kush ishin 3 titullarët, por është e rëndësishme sepse e gjen Serbinë të coptuar dhe kjo mund të jetë një favor shumë i madh për ne. Po trajneri i ri nuk dihet se ka titullar, sepse gjithë i kanë ndryshon shumë skema. Po pse mos përfitojnë njerëzit të bëjnë një ndeshje të madhe një në Serbi. Ora ja këta që përmendëm, ky Arber Hoxha, Uzuni, ora edhe Asani me një të majtë spektakolare, pse mos bënte. Ora kush do, në atë ndeshje kush ta ketë mundsinë le ta bëj. Emisionin tjetër dhe emisionet në vazhdojmë të flasim. Besoj do t'ju kemi hapësira më të e kemi pak të dedikuara ndeshjes me Serbinë, do dhe pak kohë të afrohet. Ne në përgjithësi kemi një kombëtare me lojtar jo shumë në formë. Jo, kjo është e vërtetë. Po, kjo është shumë e vërtetë. Që të jemi realistë dhe të flasim seriozisht. Prandaj thash, jo më kohë që lojtari më i mirë në momentin për mua mendoj se është Julian Sheu. Po, kishte paraqitur shumë mirë në ndeshjen e fundit me Luan Ajsi. Ka përdorim topi, është lojtari që nuk i duket shumë loja, edhe me e uli në stolat e Ramadanin ai. Me Doni. Jo. Sheu në kombëtare. Në kombëtare, po e uli në stol. Ramadani është pak më defensiv, nuk ka atë vizionin e lojës që ka. Po sepse Shqipëria tani po luan Aslani, Sheu dhe Laçi. Po. Kështu që Ramadani automatikisht është lojtar stoli. Ka më shumë vizion Sheu. Në fakt mua Ramadani nuk e di pse nuk më ka pëlqyer asnjëherë si. Është lojtar punëtor si duket loja, lojtarëve që si duket loja. E kanë shumë të vështirë ti dallosh këta lojtar. Okej, tani këto 10 minutat e fundit le ti dedikojmë arenës ndërkombëtare, kampionateve europiane, Barcelonës tende, ekstra për Barcelonën. Jo, do ta nisim, unë them ta nisim nga kampionati më i bukur. Ta nisim nga Topjar. Nga Topjar e merituar, Dembele arriti të fitonte të 3 kompeticionet, shënoi një numër të caktuar gola si ka ndryshuar koha kështu më Petrik. Kjo është. Shikoja sa foto shumë të bukura para 10-15 vitesh, Topin Art e fitonte Kaká, e fitonte Nedved, e fitonte Cannavaro, e fitonte Ronaldo fenomeni, Cristiano Ronaldo, Messi në filluan e bën atë dominimin. Po pati ato vitet që ishte spektakolar në fakt. Tani shkon te Dembele, një lojtar që ka apo Rodri vitin e kaluar, Dembele. Ky Dembelea kur ishte te Barcelona ndonjë 6 vite mos gaboj, nuk luante fare. 4 i kalovi në spital, po t'jam mbledhur ditë. 2 i kalovi në Shkoj, të vjen keq mo. Jo, të vjen keq, po të themi atë që është Topi Art është për sezonin më të mirë ka bërë. Kush mund ta fitonte? Po se fitonte do të asnjëri përpara. Kush? Më thuaj një emër që Jamal, nuk ta do të ta dëgjosh Jamalin nga goja time, ja e dëgjova, jo. Se ti je tifoz i Barcelonës. E besoj është Kalamaj, bre, është shumë është i brishta, është 18 vjeç. Po le ti thua spektakolar në fushë, merr topin të fik. Po jo, nuk duhet ja bësh çefin atij lojtar. Po jo, bra, ai duhet të euforia. Topin e Art dhe nuk e meritonte të themi atë që është. Dembele meritonte më shumë. Topin e Art do ta marrë lojtari kur e meriton. Ka fituar Champions League, ka fituar La Liga, e ke humbur kupën e Mbretërisë. Ja falim Realit atë skaqe. E kupton? Po Reali këtë vit. Do ta shikosh Realin këtë vit, po hajde. Si vit do, si ishte vitin e kaluar e ke prap, po dëgjojmë mua. Ka një trajner tjetër këtë vit. Po patjetër bre. Do ta shpjegoj edhe Reali kur të vi momenti El Clasico do ta kemi. Do flasim. Po patjetër datën 24 më. 6 fitore Real Madrid. Po. Nuk po them gjë, është super ekip momentalisht, super ekip, por do duket e pendeshin me Marseille. E pe atë penalltin që dha. E pe çfarë vështirësi e pati Reali në ndeshje kur pati një kundërshtar serioz. Tash me kë? Me Real Sociedadin e peti, me Levanten e peti. Me kë ekip e peti? Po me ekipet spanjolle. Po dalë prit të vinë, ekipet spanjolle. Ja këtë javë është Real Madrid Atletico Madrid. Nëse e kalon
Jo mos edhe Atletika nuk është ndonjë gjë si vjet. Gjithsesi, nëse e kalon Atletikon pa patur vështirësi, pastaj kur të rritet pak steka e vështirësisë përballë me ndonjë ekip europian me ato që kanë dalë në Champions, atje do duket Reali. Mos ma shiko Realin tash me këto ekipe Osasuna, Levante e çfarë janë. Mirë, po diella duket që në mëngjes, po nejse. Dakor. Jam. Okej, Serie A. Mbappé lojtari mrekullueshëm. Pa më fol një çik për Milanin tim se kam kështu Milani, unë të thashë në fillim që Milani shkoi për titull. 2-3 ndeshjet e fundit I ke parë apo? I kam parë, luan një lojë shumë të bukur. Si ka mundsi ky Rabiot? Po super lojtar. Rabiot, Modric 7 milion euro, si mund ta merrte kështu kaq lirë, super mesfushor. Shikon, ndoshta ka gjetur kodin, si të thuash ato ambientin e dur, e alegri atë. Po Modric 40 vjeç. Edhe Modric 40 vjet, shikon Modric 40 vjet. Është lojtar I jashtëzakonshëm, po nuk do të jetë në këtë nivel. Po mirë, do bjerë. Po këtë sezon besoj do ta nxjerrë. Edhe në Itali ka një diçka, në Itali nuk luhet si në Spanjë. Në Spanjë ke presion të lartë, ke pressing të lartë nga kundërshtarët. Po këtu? Ndërsa futboll më I qetë. Jo, në Itali presin. Po presin, po në Itali janë ata janë më të fortë ata, mbrojtës normalisht të sharrojnë, po vetë Modric vetë radio kthehet. Edhe ai e pati tjetrit. Okej, Interi dhe Juventusi. Milan ne shikoj për. Shpresojmë që të vazhdoj kështu, për domethënë se ne I kalojmë dhe pak me batut, por shpresoj që Milani të vazhdojë me këtë lojë sepse mos e marr më sysh. Është okay, lere, mos e merr më sysh. Nuk dua ta marr. Po. Juventusi unë e shikoj si ekipin më favorit, po prap pas vështirësinë ndeshjen me Veronën, gjithsesi ndeshja me Veronën kishte një problem tjetër, që vinin të lodhur nga ndeshja e Championsit. Edhe nuk arritën dot të bëjnë lojë, edhe pse mungovi një karton I kuq që ishte I pastër për letanë e Veronës plus penallti e pa dhënë, që dukeshin me sy të lirë, nuk e di pse s'duri rivari. Unë Juventusin e shikoj më mirë dhe se Milani, dhe se Interi, nuk e di pse ka një. Do të jetë një rivalitet besoj. Plus që kemi edhe këtë mesin e Kosovës atje. Zhegrovën që do ta shikojmë në vazhdim. Okej, Barcelona Real Madrid I diskutuam, I konsumuam, për Barcelona nuk është na fole. Unë të thash, jo, shko Barcelona më bindi në ndeshjen me Newcastle. Në atë fushë që luajti Barcelona në Champions League. Ajo ishte një fitore jashtëzakonshme, se faktikisht ka qenë ditën e njëjtë që ne ishim në emision. Dhe nuk e patëm mundësinë. Jemi fiks një javë me vonesë. Atje unë thash dale prit se kemi akoma kapacitet dhe jemi shumë mirë dhe këtë vit. E menaxhuan De Jong dhe Pedri të mrekullueshëm në izën e fushës, arritëm që përballë gjithë atij presioni dhe një nga stadiumet më të flakta në botë. Deklaratë që Pedri është një mix midis Xavis dhe Inies. Po, është vërtet? Është vërtet. Është vërtet. Pedri I ka të dyja. Nuk ka lojtar më të mirë në botë mes fushor se Pedri. Jo. Aq mirë. Ka shans, nuk e ke ndikur. Jo, Ndiqe Pedri. Ndiqe Pedri, shikoj vetëm Pedri, se unë vit ju thoja këtë. Ishte ndeshja përballë Interit, po edhe një ndeshje më përpara se të vinin ndeshjet e Interit. Dhe I thoja kolegut tim që shkojmë në punë, shikoje Pedrin, I thoja. Shikoje Pedrin sepse e ke lojtar fantastik. Vetëm shikoje Pedrin. Dhe gjithë kolegëve që kisha aty afër, ju thash shikoni Pedrin. Dhe e pa në ndeshjen, pa Pedrin, ore vetëm Pedrin shiko. E ke parë një ndeshje futbolli, ti ka shijuar bre. Ka një prekje, një sofistikim, nuk di çfarë të them për atë. Elegant, shumë elegant. Ore vetëm shikoje. Mirë, unë jo, po nuk e kam ndikur këtë sezon, po them, po ndeshjet tani. Është I mrekullueshëm. Vit pati disa probleme ai mos ka. Ka patur gjithmonë ka patur probleme. Vit bëri sezon të mirë ai dhe nuk u dëmtuar sa ishte dëmtuar përpara. Po. Edhe De Jong e ka kapur veten. Edhe De Jong edhe pse unë nuk ka shumë besim na ai luan 3 muaj pastaj dëmtohet edhe gjithsesi nuk dua ta marr më sysh, po që edhe ai ka ardhur në formë fantastike. E mbajnë topin në zona të ngushta. Edhe në fund kush do shpallet kampion? Në La Liga. Pa çfarë diskuton fare ti tani. Me këtë Realën nuk. Po le të jetë morali më I miri, le ti marrin çka patur e çan diskuton. Nuk I llogarit fare. Mi do t'i shohim në vazhdim. Edhe pse Barcelona është 2 pikë mbrapa. Po pra. Mos e diskuto fare, aty mbajnë emisionet zviun fare, po e mori Real. Sa parashikime ke bërë të gabuar aty, po tash dorim ti nxjerrim ne. Nxjerri jo. Po dallo se s'kan filluar. Duhet të kërkoj shumë. Po çfarë ti unë thash për lojtarin nëse vinte ky I Atletico Bilbaos. Ai servi. Ai Williamsi. Po ngelin tratativa ai. Po të vinte edhe ai. Po të vinte edhe ai, pastaj mbaronte më gjëja. Okej, Bayerni në Gjermani. Këtë vit ata duken të frikshëm. Apo nuk. Kur s'kan qenë ata frikshëm. Ata se sido që të jenë, Bayern Dortmundi bëri se super sezon përpara 2 vitesh. Super sezon. Bayerni gjithmonë vetë të lartë. Ndeshja e fundit me Mainzin asnjë objektiv Mainzi. Vetë e mund brenda vetë del barazim në Iduna Park, shpallët kampion Bayeri me gol të Musialës në 94-ën. Pra do të thënë çfarë do që të ndodh, kataklizmoja të ndodh në Gjermani,
Bayern do ta fitojë kampionatin. Normal, janë tjetër nivel. Qefin ai Kaure ka fitojë një ekip tjetër. Si e mori Leverkusen. Parisi, kampionët në fuqi. Edhe ata nuk e diskutojnë, besoj. Të frikshëm janë. Po, ai mundi Marseille, ai kishin mendën këtej nga topi i artës, po. Domethënë edhe ata sido që të vej puna s'ka ekip tjetër. Sepse po okay, po të kishte një ekip tjetër, siç doli atë vit one season wonder, siç doli Leverkusen i Xabi Alonso's. Nuk ka në Francë. Nuk ka. Shumë po plus që janë dhe të frikshëm ata. Po. Me sfusha aty e Vitinha. Luis Enrique, ai shumë shpik gjëra të reja, ka filluar i ndjek ndeshjet nga tribuna. Më ja se e bëri kështu atë. Sa që kishte mirë. Po që ka mirë këtu tha. Mirë është. Unë e kam thënë shpesh këta, nuk e di vetëm mua më shijon futbolli nga lart. Po sa ti çon nga këmbë të gjitha. Po ne i shikojmë të gjithë, e kemi gjithë fushën ndërsa trajneri vetë aty poshtë, madje shpëtim duro, e shikon edhe i ulur fare. Ulet më bisht. Ai shikon vetëm topin. E kupton? Kështu që kjo duhet vjet në praktik besoj. Okej, jemi në fund fare Petrika, koha është e limituar, kështu që dhe një koment fare të shkurtër për Premier League-n. Janë shumë ekipe. Premier League është ne përmendëm këto se jemi tifoz. Po Premier League-n duhet ta përmendim të parën sepse vërtet është kualiteti futbolli është më i bukur aty. Nuk e kalon asnjë. Ndoshta kanë frikë shumë njerëz se do jetë Liverpooli që do ta mbyll pa garë, pa shumë garë sepse do pres. Nuk mund të japin deklaratë. Jo, shumica e kanë kryqëzuar, por jo fare. Nuk ka qenë. Asgjë s'ka bërë, po unë do pres. 150 milion? Unë do pres, sepse pres nga ai. Isak është lojtar shumë i mirë. Më ndryshe. Do ta shikojmë edhe atë se edhe atë nuk e kemi parë, po dhe e ke tike që ka marrë Liverpooli, është më i mirë se të dy këta. Se këta të dy. Po. Po duhet presim që të. Nëse Liverpooli shkëputet dhe s'ka garë, do thonë opinione sportive, thënë po ja Premier Liga s'ka garë, Italia ka garë. Po si s'ka garë, po s'pati garë Premier Liga kush? Po se puna është po shkëputet Liverpooli, po shkëputet edhe 3 pikë të tjera ai ku mbarovi pastaj. Mirë, po nuk ka lidhje kjo. Ka ekipe. S'ka lidhje kjo. Për mua Premier Liga është Premier Liga, ka 2-3 vende bosh, pastaj vjen La Liga e Serie A me radhë. Liverpoolin e shikoj si favoritin kryesor, shpresoj një ringritje të Manchester City. City sa aty e kam shokun tim Guardiolën. Aty e kemi Guardiolën ne. Katalanas. Shpresoj që se United është, duhet të flasim 2 ditë për Unitedin që të shpjegoj pse ai ekip s'bëhet. S'bëhet me kurr. Po, që kur iku Ferguson. Po, ka mundsi, po çefi ma ka të bëhet. Chelsea bler. Ka bler. Pse s'shkëlqejnë ata? Çfarë ata gjuna? Po sa lojtar janë edhe nuk din çfarë, nuk di ç'bëhet edhe aty. Elvisi trokiti në xham, koha ka mbaruar, kështu që jemi në fund. Pas kemi ikur shumë apo jo? Jam. Së dytë për këtë edicion. Okej, ju lëm takim sërish te ente në ardhshme, deri atëherë do të shihemi. Mirupafshim.